Pra e kanë një lloj dëshire, e kanë një lloj qasje, duan diçka, duan qeveri teknike, duan zgjedhje të reja të parakoshme, por kanë përshtypjen që nuk kanë një infrastrukturë mirëfilli se si të arrihet te kjo dhe si t'i vënë një lloj presioni real kryeministrit Rama që ta vënë pas shpatulla, pas murit për të arritur ato që duan, pra qeverinë teknike, zgjedhjet parakoshme, sepse përtej deklaratave politike unë nuk shikoj asnjë lloj mundësie, qoftë edhe nga ndikimi ndërkombëtar, por qoftë edhe në raport me stabilitetin apo me rrugën në cilën Shqipëria ka nisur në raport me Bashkimin Evropian, për krijuar, le të themi, një lloj destabiliteti apo një lloj qasjeje të një lloj ngërçi politik për të kaluar sërish në zgjedhje, siç po ndodh me Kosovën, sepse Kosova po ndodhet në një lloj ngërçi goxha të madh. Nuk e shikoj një skenar të tillë. Andaj mendon që kjo protestë e Partisë Demokratike është tërësisht politike apo mendoni që përfaqësohet edhe vetë populli që thirret? Shiko, protesta është një gjë shumë e mirë në demokraci dhe është një gjë që duhet zbatuar në mënyrë të padiskutuar. Ajo çka e shikoj si problem te protestat e Partisë Demokratike që janë pothuajse çdo protestë është politike, është e pashmangshme dhe në fjalorin politik të marrit pjesë në një protestë, një tubim, qoftë dhe një akt, le të themi, është një akt politik. Por ajo çka mendojnë që protestat e Partisë Demokratike janë pothuajse 99% protesta partijake dhe jo protesta të cilat kanë një lloj vokacioni apo ngrenca shqetësime në raport me popullatën apo me përditshmërinë e qytetarëve. Çka do thotë ngren kërkesa politike, qeveri teknike, zgjedhjet parakoshme, të iki Rama, etj, por nuk ngren problematike konkrete, të cilat fillojnë qysh nga çmimi i ushqimeve, çmimi i naftës, problematika të cilat lidhin her pas here në shumë zona të Shqipërisë. Unë kam parë disa qendra, po të themi, të paktën qysh nga fillimi i këtij viti, në cilat besoj se Partia Demokratike duhet të kishte zhvilluar edhe duhet të kishte shfrytzuar shumë mirë si protesta, në të cilat kanë qenë qysh nga ata banorët e rrjodhit, bllokimi i rrugës në Librasht, protesta për fermerëve, protesta të bujqërve, të cilët janë protestat që prekin përditshmërinë e qytetarit dhe Partia Demokratike me çon nuk i shfrytëzon këtë protesta, nuk e merr zërin qytetar, revoltin qytetar, e cila nuk ka nevojë për shumë shtys sepse është xha revoltuar, ta marrë dhe ta vënë një lloj podiumi kundër qeverisë. Përkundrazi, duket sikur nuk i mbështet të protesta. Shpeshherë edhe qoftë deputetë të zonës, marr rastin e Rrjodhit, marr rastin e Librajt ose fermerëve në ulësirën perëndimore të Shqipërisë, në cilën deputetët pothuajse nuk janë aty. Shikojmë në një deputet tek tuk, por deputetë të Partisë Demokratike, të cilët kanë marrë vota nga ajo zonë, nuk i mbështesin këta qytetarë dhe besoj se këtu duhet punoj pak më shumë Partia Demokratike që këtë agravim, këtë lloj revolti që kanë qytetarët me problemet të tyre, ta organizoj dhe ta sjellë, sigurisht duke e shfrytzuar edhe politikisht, se fundja do ketë një lloj shfrytëzimi politik nga ana e Partisë Demokratike, prandaj është një parti politike, por ama duhet që këto kauza qytetare ti marr dhe ti sjell ndoshta edhe në Tiranë